Së Kryeministër, General Dimo, General Komandant Forcës Ajrore, Komandant Kuli, Koronel Drejtuesi i bazës. Këtu jemi në zonën e fazës së dytë të zhvillimit të bazës ajrore të Kuçovës, pasi u inaugurua dhe me mbështetjen e NATO-s. Puna ka vijuar në fakt për ndërtimin e objekteve të reja dhe aktualisht gjendemi në zonën e fortifikuar të depove të municionit armatimit, raketave dhe bombave drejtuese të aviacionit, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bombat drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz, në zbatimet dhe të marrëveshjes me aleatin turk, nën koloneli Buçka. Nën koloneli drejton dhe skuadriljen e dronëve. Është depojon e armatimit të mjeteve pa pilot, sistemet të B2, gjithashtu kemi dhe sistemet e reja, të cilat janë në kohë të fundit. Nga qeveria turke. Këto janë raketat të drejtuara të cilat vendosen në sistemin të B2, dise një sistem avionit të B2 mban dise 4 në këto rakete, janë raketa drejtuara me lazer me precizon shumë të lartë. Pesha është 23 kg. Janë për goditjen e objektivave toksor dhe detar nëpërmjet ajrit. Skuadrilja e dronëve luftarak Kryeministër është tërvitur tashmë dhe është plotësisht operacionale dhe tashmë mund të fluturojnë dhe natën. Janë dhe duke zhvilluar edhe qitjet e para në fakt e objektivave toksor në mënyrë që të mund të jenë të mobilizueshëm dhe totalisht të ndërveprueshëm. Aktualisht rezultatet e kemi bërë simulimin në simulator, gjithashtu dhe gjatë trajnimit që kemi në Palan Turke, në Turqi, kemi pasur suksese shumë të mira, kemi personel tepër përgatitur, dhe edhe vetëm përfundimtarja e orë. Teknik elektronik. Skydagger, tabetit, janë në 3 ujsh, 15 inç, 10 inç, 60. Që godet makina ose kamion të mesë. I vendosin një rakesë të poshtë, 2 kg, në varësi të madhësisë kanë peshën që i vendosin. Komandohet nga operatori me syzet në distancë deri në 10 km. Ta provoni? Kjo është si Policia si bëhet është. Vijojmë në zonën e dytë, ku sapo kanë përfunduar punimet e qendrës stërvitore, sapo kemi marrë në dorëzim veprën, si kundër edhe një demonstrim shumë të shkurtër në qendrën operacionaleve të dronëve Bayraktar, të cilët janë aktualisht në një mision për qëllime të agjencive civile që kanë kërkuar monitorimin nga ajri, dhe pas disa misioneve qoftë me Ministrinë e Brendshme, me IKMT-n, sot ishin në luginën e Vjosës, dhe janë aktualisht duke bërë një vëzhgim të territorit. Hajde. Aktualisht zonë në Ministrën jemi në zonën e Zvelenit, unë do të bëjë një fluturim stërvitor, lokalin, për trajnim, gjithashtu jemi duke përdorur sistemin e gimbalit, kamerës. Shkëm ishullin e zonët gjithësi. Pozicion që kemi aty është piloti dronit, ose mjeti pa pilot, dhe të është pozicioni i operatorit ngarkesave. Operatorit ngarkesave ka përdetyr kamën dhe municionet. Piloti pilotës ka përdetyr drejtimin. Tu ullet komandanti misionit. Kjo është mision civil për sot. Sot është mision civil, plus dhe trajnimi jonë që kemi në planë. Mision civil për... Kemi duke parë dhe të shkojnë kemi qëtë të derë dhe Vjosës.
Këto ishte për avioni dhe normalisht dhe kamera për të filmon. Nisë bëni fokusim të qartë asaj. Avioni ndodhet në 5.000 metra lartësi. Është 5.000 metra lartësi tani? Po, 5.000 metra lartësi. Ta për një shtë cilë është një. Dhe është duke komanduar që këtu, në antenë që kemi ne, mbi hangarin tonë. Ne kemi kërë fluturime, kemi testuar në gjithë hapësirën aerore të Shqipërisë, kemi flutuar të në ekstrem në veri, gjithashtu dhe në jug, dhe na kam funksionuar, sistemi ka funksionuar shumë mirë, ka probleme, një vërtet të naqëm në sistem që kemi. Tani jemi në pritje të detyra që nga blinë në rënëkohen një karë. Jo? Fjeri. Dron tjetër? Jo, kjo është njëti. Po kamera ka aftësi të në kohë të qartë, po shumë të pasër, ka aftësi të shkojë deri në 40 km distancë. Nëse ne ngrihemi këtu në lartësi 5.000 metra, ne shikojmë qytetin e Vlorës. Është shumë e dobishme për Po të ka për imazhin një shumë afër. Po përmoni. Kjo është imazhi Është që ka qartësi totale. shumë e pasur. Është me pajisje me kamera termale, termike. Kjo shko qik, shko. Kjo Kamera termike. I çojë zoomin out, zoom. do në këto po edhe ndjekje makinash. Ndjekje makinash, patrullim detar, patrullim të kufive. Nuk ka asnjë I vë shenjën dhe i dhe shenjën. Pilot, komandant misioni ka butone aty, edhe lëshon ka kodet për kacet të lazerit, për kodet, e cila për godet objektivin, do të jetë lazeri i njëjtë me kodet që kemi futur në armativin. Në rast se nuk ka të njëjta kode, nuk shpërthen, vetëm dëmtohet si aerobomba. sa afër mund të shkosh me pamjen? Shkalla me lartë e pamjes. Serviturë, sa afër shkon? Shkalla me lartë e pamjes është 1100. Këto, kjo, a? Dhe për përdërin dhe digitalizim, që është një shkallë tjetër. Po do të keni parasysh, zotë Ministër, që aktualisht kamera me objektivin është në 7 km distancë. Qartë, Në shpenduri, komplet. digitalizimi që nuk përdërin, me 3 shkallë të ndryshme. Dhe 3 shkallët e kamerës nga 1500, 1000 dhe në 600. Këtu tregohet pozicioni i avionit dhe koordinata, kurse aty është pozicioni i kësaj pikës ose kryqit që shkon aty ku shkon. Dhe kështu monitorohen nga ndërtime pa leje, po. Zoti Kryeministër, këtu jemi në qendrën operacionale që ne 24 në 7 dhe monitorojmë territorin tonë. Kryesisht për të kryer detyra jo operacionale në interes të installacioneve ligjzbatuese. Pra, përveç patrullimit të kufirit, detar apo toksor, ne jemi në dispozicion për çdo detyrë që na ngarkohet nga agjencitë e tjera ligjzbatuese. Është perfekt. Ne kemi dhe Black Hawk sot edhe Cougar në demonstrim. Si është rikthyer operacionale 80% e flotës faktikisht helikopterëve është kthyer në operacionalitet të plot. Ne kemi ende disa mjete që shkojnë në riparim dhe rikthehen në javët në vijim. Kolla e pilotimit do vendoset në Vlorë, po duke ditur që bazë taktike e NATO si kjo nënkupton edhe ardhjen e shumë pilotëve aleat, instruktorëve, teknikëve të aviacionit, qoftë amerikanë, qoftë të aleatëve të tjerë, ishte absolutisht e nevojshme që të kishim një qendër si kjo, me klasa laboratore dhe akomodim, sikundër, në fakt baza taktike e Kuçovës nënkupton një personel për 350 personave të dislokuar në mënyrë permanente këtu, dhe jemi duke finalizuar dhe në qytetin Kuçovës ish shpinë e oficerëve, po e rehabilitojmë tërësisht në mënyrë që të qëndrojnë në kushte sa më komode i gjithë personeli dhe familjarët. Sa herë bëjmë një investim. Do janë këtu, do janë të dislokuar në bazë. Do që do rrinë këtu.
Një numër i kufizuar, pra që nga kontrolorët, nga rekurfaqet e kasme për tipet të ndryshme helikopterë. Se këtu do bëjmë trajnim në tipi helikopteri, ajo që ta të ministru pak më parë, është trajnimi kandidatë do të gjohë, që duhet ta bëjmë në aeroportin e Florës, është të trajnimi për secilin tip. Përdrimi sosëm ka të bëjmë me përdrimet në tip, për të kryer disa variante, nësishtë për tim shkëtimi, apo për energjetën civile pra në rastin për kësim të figurët. Është një pleqe e gjithë dinamikës të basës, për arsye se këtu nuk do të përgatisim pilot për variantët në ndryshme të vollimit të helikopterit, këtu do të përgatisim inxhinierët e specialistët për zbulimin e largët ose shërbimin nga rotativ, këtu do të përgatisim të gjithë kontrollorë, jo vetëm punës për trafik të aeror. Këta është të shërbejnë kontrollorë, që do të përgatisim të shërbejnë edhe për kontrollorë të trafik të aeror, do të shërbejnë edhe për trafik të aeror për aeroportin e Teresës. Klasat praktikisht Palestra në gjitha për Plazhi Dimore është miratuar nga nevojë. Kemi të qarta të gjithë idetë se si do të ecë. Po ajo poshtë di Ajo është ish palestra e kohës shkuar. Dhe atë palestë do ta rivitalizojmë dhe ta kthejmë si në kohët